Zoti për të treguar edhe disa thënie të tyre urdhëron e thot: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Ata thanë edhe përse të mos i besojmë në Zotit dhe aset vërtetë që na ka ardhur, ne shpresojmë edhe se Zoti ynë do të na fusë në xhennet, së bashku me qaumin salihin, me njerëzit e mirë. Shpjegime. Thuhet se këto fjalë u janë thënë jehudive që deshën t'i kritikonin ata pse i kishin besuar pejgamberit. Kur jehudin t'u thanë dietarëve dhe kallogjerëve të krishterë përse i besuat Muhamedit, ata u përgjigjen: ç'pengim kemi ne që të mos i besojmë Zotit dhe aset vërtete që na ka ardhur? Asgjë nuk na pengon, prandaj do e mos i besojmë dhe shpresojmë se Zoti do të na fusë në xhennet së bashku me njerëzit e mirë. Pra Zoti për treguar se i ka shpërblyer ata të krishterë që i besojnë të vërtetës, urdhëron e thotë: فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Pra atyre u shpërbleu Zoti për shkak të thënieve e të besimit të tyre me xhennetet, nën të cilët rrjedhin lumenj ku do të qëndrojnë gjithmonë, dhe ky është shpërblimi i bamirësve. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Përsa u përket atyre që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, ata janë banorët e xhehenemit. Shpjegime. Fahri Razi u thot se me këtë ajet refuzohen dhe bien poshtë fjalët atyre që thanë se besimtarët fajtor do të qëndrojnë përgjithmonë në xhehenem. Jo, fjalët e tyre nuk janë të arsyeshme, sepse ky ajet e përveçon qëndrimin e përhershëm në xhehenem të atyre që nuk besojnë dhe që përgënjeshtrojnë argumentet e Zotit kur thot: ata janë banorët e xhehenemit, pra vetëm ata do të qëndrojnë përgjithmonë në xhehenem dhe jo besimtarët fajtor. Zoti pasi shpjegoi disa punë të jehudive dhe të krishterëve për t'u treguar edhe besimtarëve disa dispozita për mënyrën e porosisë, urdhëron e thot: Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. O ju që keni besuar, mos ja ndaloni vetes tuaj ato gjëra të pastra që Zoti ju ka bërë të lejuara halal, dhe mos e ka përceni kufirin, sepse Zoti nuk i do ata që e ka përcen kufirin hyjnor. Shpjegime. Interpretuesit e Kuranit kanë thënë se zbritjen e këtij ajeti e ka shkaktuar vendimi që morën disa sahabë të nderuar në shtëpinë e Osman ibn Madhunit. Një ditë pejgamberi qoftë bekuar mbajti në xhami një vazë në të cilin tregoi gjerësisht reptësinë e ditës së Kiametit. Vazi u bëri përshtypje të thellë disa sahabëve dhe ata u mblodhën në shtëpinë e Osmanit, ku betuan që ta agjëronin ditë për ditë, të mos flinin në shtresa të buta, të mos flinin fare me gratë dhe të mos hanin gjëra të shijshme. Sapo ky vendim i tyre shkoi në veshin e pejgamberit, ai tha: unë nuk i kam urdhëruar ata që të veprojnë kështu, sepse edhe trupi i njeriut ka të drejtat e veta. Unë nuk kam thënë atyre agjëroni, hani, pini, flini dhe çohuni të falni namaz, sepse edhe unë vetë kështu veproj. Pra ata që veprojnë jashtë udhësime nuk janë me mua. Për fjalët e pejgamberit ka zbritur ajeti për t'u treguar atyre se nuk bën që njerëzit t'i ndalojnë vetes të mirat e Zotit, se nuk bën të hiqet dorë krejtësisht nga gjërat e shijshme halal të kësaj jete, se nuk bën të lihet barku bosh, se nuk bën që halali të besohet haram dhe të kapërcehet kufiri, sepse Zoti nuk i do ata që kapërcejnë kufirin. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Hani nga ato ushqime që ju ka falur Zoti të lejuara e të pastra halal, kijeni frikë Zotin të cilit ju i keni besuar. Shpjegime. Urdhri në këtë ajet për të ngrënë nga ushqimet që na i ka falur Zoti halal e të pastra është për lejim, ibaha dhe jo për detyrim. Pra mos ja bëni haram vetes ushqimet që ju ka falur Zoti të lejuara e të pastra, por hani nga ato aq sa të keni nevojë. Zoti për t'u treguar njerëzve se nuk duhet të teprohet në ngrënie dhe se një pjesë e ushqimit të mirë t'u jepet të varfërve, fjalën e ka prur me parafjalën min, që do thot hani një pjesë të ushqimit tuaj, aq sa të keni nevojë, dhe një pjesë u jepni të varfërve. Për ta forcuar urdhrin që njerëzit të hanë nga gjërat e lejuara dhe të ruhen nga gjërat e ndaluara, çka mund të ndodhë jo rrallë në ushqimet që hahen, ka thënë: kijeni frikë Zotin, të cilit ju i besoni, do me thënë ruhuni e mos hani gjëra haram dhe gjëra që nuk i përshtaten natyrës njerëzore, gjëra të vrazhda e të ndaluara. Zoti pasi ndaloi betimin për të mos ngrënë e pirë ushqimet halal, për të treguar edhe dispozitat e betimit, urdhëron e thotë: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Zoti nuk ju qorton për betimet që bëni pa dashje, por ai ju qorton për lidhjet tuaja që bëni me betim, dhe që të shlyhet ky betim, duhet që t'u jepet ushqim 10 të varfërve, aq sa i jepni familjes suaj, ose të vishni 10 të varfër, ose të lirohet një rob. Kushdo që nuk i ka këto mundësi, le ta gjëroj 3 ditë rresht. Ky është kefareti betimeve tuaja kur ju e thyeni betimin. Ruajini betimet tuaja, mos i thyeni, mos e bëni zakon betimin, ja kështu ju a tregon Zoti juve argumentet e veta që ju ta falënderoni atë. Shpjegime. Zoti nuk ju qorton për betimet që bëni pa dashje, por ai ju qorton për lidhjet tuaja që bëni me betim. Kuptimi: nuk jeni përgjegjës për ato betime kur ju rrshqet goja ose kur kujtoni se puna është ashtu siç thoni ju, por del ndryshe. Ju jeni përgjegjës për veprimet që bëni në kundërshtim me betimet që ju keni lidhur me qëllim. Shpjegimet për betimet pa dashje, lagu, janë dhënë në surën Al-Baqara në komentimin e ajetit numër 225. Betimi lidhur me qëllim quhet ai betim që bën njeriu për ta bërë ose për të mos e bërë një punë. Për shembull, për Zotin e vërtet, nesër do të shkoj në Durrës, ose për Zotin nuk do të ha mish. Nëse ai nuk shkon në Durrës ose ai ha mish, vepron në kundërshtim me betimin që bëri dhe që atij t'i falet faji i thyrjes së betimit te Zoti, ai duhet të bëjë njërin prej 4 veprimeve që u përmendën në këtë ajet. Pra kefareti që të shlyhet thyrja e këtij betimi duhet t'u japësh ushqim 10 të varfërve, aq sa që jep familjes sate, ose vesh 10 të varfër ose liron një rob. Kush nuk i ka këto mundësi, ai le ta gjëroj 3 ditë rresht. Kuptimi është i qartë. Jepu 10 vetave të hanë ushqime mesatare, jo nga ato ushqime që kanë çmim shumë të lartë, as të atilla që shiten me çmim fare të ulët, por me ushqime që shiten me çmim mesatar. Ose u jep veshmbathje 10 të varfërve, pra njeriu zgjedh njërin nga mënyrat për të ndrequr gabimin e vet, që të shpëtojë nga përgjegjësia e fajit. Në rast se ai nuk i ka këto mundësi, le ta gjëroj 3 ditë rresht. Zoti si në çdo urdhër, ashtu edhe në urdhrin për të ushqyer të varfërit ka thënë në mënyrë mesatare, ashtu siç ushqeni familjen tuaj. Zoti ka urdhëruar kështu për të mos u lënë shtek të varfërve që të kërkojnë ushqime me çmim tepër të lartë, por edhe që atyre të mos u jepet sasi fare e vogël e pavlerë. Ashtu siç lejohet dhënia e ushqimit për të varfrit, po ashtu lejohet mbase është edhe më mirë që atyre t'u jepet në para vlera e ushqimit, po kështu lejohet që t'i jepet ushqim një të varfëri 10 ditë me radhë, ose u jepet ushqim 10 vetave në një ditë. Sa për veshjen e 10 të varfërve, fjala është që atyre t'u jepet nga një rob që u mbulon trupin dhe jo që roba të jetë disa fish. Ky është kefareti i betimeve tuaja kur të thyeni betimin. Pra njëra nga 4 mënyrat e treguara është kefareti për betimin e thyer prej jush, por ruajini betimet tuaja, pra mos i thyeni betimet dhe mos e mësoni gojën të betoheni shpesh dhe ruhuni nga betimet me kefaret. Ja kështu ju a tregon Zoti juve argumentet e veta që ju ta falënderoni atë. Fahri Raziu thot se arsyeja e zbritjes së këtij ajeti është, siç u shpjegua në ajetin e mëparshëm, se disa shokë të pejgamberit u betuan që të hiqnin dorë krejtësisht nga gjërat e shishme të kësaj jete, por pasi ata i urdhëroi Zoti që të hanë ushqimet e këndshme halal, ata i thanë pejgamberit, po betimeve tona, si do t'ja bëjmë? Për këtë pyetje ka zbritur ajeti.